ndoshta më interesante dhe më të rëndësishme për mua që ndodhi aty ishte edhe vizita e kryeministrit Kurti. Ai mori pjesë në hapjen e këtij panajiri, ku të njëjtit ja shkruajta emrin me kaligrafi arabe dhe ishte diçka që i pëlqeu. Të nesërmen më erdhi një kërkesë pikërisht nga kryeministri Kurti që t'ja shkruaj emrat atij, gruas së tij, vajzës, do thotë familjes së tij, dhe doli që pavarësisht dy fish më shumë emra kam shkruar në Prishtinë sesa në Tiranë. Panajiri Urat, i cili u mbajt në Prishtinë, sheshin e Prishtinës, u organizua nga Bashkia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë për çështje fetare të Arabisë Saudite, dhe aty unë isha njëri nga do të thotë pjesëmarrësit në atë panajir, cilin e përfaqësova kaligrafin arabe dhe kam patur një ekspozitë të vogël aty prapa meje. Prej gjërave ndoshta më interesante dhe më të rëndësishme për mua që ndodhi aty ishte edhe vizita e kryeministrit Kurti. Ai mori pjesë në hapjen e këtij panajiri, ku të njëjtit ja shkruajta emrin me kaligrafi arabe dhe ishte diçka që i pëlqeu, në veçanti do të thotë stenda e kaligrafisë arabe, puna ime, punimet dhe kështu me radhë. Gjithashtu të nesërmen më erdhi një kërkesë pikërisht nga kryeministri Kurti që t'ja shkruaj emrat atij, gruas së tij, vajzës, do thotë familjes së tij. Ja keni shkruar? Po, dhe disa prej stafit do thotë të zyrës së kryeministrit, dhe për këtë normalisht jam i lumtur, dhe gjithashtu ka pasur vizita të shumta edhe nga njerëz të profileve të larta si deputet, ministra, gjithashtu edhe do të thotë nga ambasada e Arabisë Saudite në Tiranë, nga vendet fqinje, Shqipëria, Maqedonia, kështu me radhë. Diçka tjetër shumë e rëndësishme dhe shumë e veçantë për mua ishte edhe vizita e imamit të Qabës në këtë panajir, dhe gjithashtu të njëjtit ja shkruajta emrin me kaligrafi arabe dhe u përkujdesa që do të thotë të përdor disa lloje të shkrimeve në atë punim, ja shkruajta emrin e tij dhe ja dhurova. Dhe aty ishte një bisedë e ngrohtë me imamin e Qabës, të cilit po ashtu i pëlqeu